është thënë në vitet më pashme se a drita, da, a the, at. Prej këtu dhe ndërtimi hieroglifik i fjalëve të mëposhme bazuar në njohuri që nishin prej mira vitesh, si anglisht dad, italisht apo spanisht padre, apo është quajtura greqisht të së lashtë patros, latinisht pater, gjermanisht pater, e tjerë. Të gjitha këto në zanafill do të thonë dritën da, dritën the, a da, a the, që praktikisht është e njëjta gjë. Ka një ndryshim të vogël, por që nuk të hym në punë. Sikur këto njohuri të kishte ofruar njëri huaj, me siguri në më pak se 24 orë do të kishte marrë 3-4 milion pëlqime nga shqiptarët. Kush e di pse? Për më shumë, libër gjuhën hieroglifike, nis profilin. Kujto, faktet nuk janë opinion.